Siç e shihni, unë kam një tabelë surfi në dorë, por kjo nuk është e paqëllimshme pasi jam jashtë ambienteve të Golden Point, dyqanit më të ri në Durrës, i cili vjen pas 3 dyqaneve në Tiranë, njëri në QTU, njëri në Tek dhe njëri në rrugën Vaso Pasha në Bllok. Ne do të shohim se si ky dyqan, i cili menaxhohet nga Fashion Group Albania, do të ofrojë koleksionin më të ri të Golden Point Summer on You. Shihni produktet, shihni artikujt dhe shijoni këtë report të përgatitur nga unë Albi. Jam këtu me Ornela. Ornela është përfaqësuesja e Fashion Group Albania, një grup retail i cili menaxhon markat internacionale më të mira në Shqipëri të veshjeve. Ornela, ky është dyqani i 4 i Golden Point që hapet në Shqipëri, na trego pak më tepër. Është e vërtet, Golden Pointi ka prej 10 vjetësh që ushtron aktivitetin e tij në Shqipëri, që kur Fashion Group dhe grupi Balfin iniciuan aktivitetin e qendrave tregtare dhe Golden Pointi ishte një nga markat e para që u hapën. Sot jemi në dyqanin ton të 4 në Durrës, i pari dyqan në fakt jashtë Tiranës, të cilit i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë që në mënyrën e organizimit të eventit të hapjes, të ftuarit special dhe bashkëpunëtorëve që kemi zgjedhur për këtë event. Përveç se vjen në hashtagun Summer on You, që është edhe hashtagu i koleksionit të 2016-s, dhe ka dhe imazhin e bukur të Federikës, bukuroshes italiane, çfarë do të ofrojë si koleksion? Koleksioni i verës 2016 i Golden Pointit, ashtu siç the ti, është në moton Summer on You. Pra çdo gjë që ti të veshësh nga koleksioni i Golden Pointit të jetë pjesë e jotja dhe të ndjehesh komode në maksimumin e asaj që një roba banje. Edhe komode, se ne kemi edhe koleksion për meshkuj. Po, ne kemi koleksion për meshkuj, kemi koleksion edhe për fëmijë të Golden Pointit, por pjesa më e madhe e koleksionit është dedikuar femrave. Kjo jo vetëm në veshjet e plazhit, për të roba banjeve, por edhe në kaftanëve, të bluzave dhe veçanta në fakt e koleksionit të Golden Pointit është që koleksioni jo nuk është vetëm i përshtatshëm për plazhin, por veshjet të Golden Point mund të abinohen shumë mirë edhe me xhinse dhe me streçe dhe të duket sikur ti ke një veshje normale. Që ti sidomos këtu në Durrës, që është edhe qytet bregdetar dhe me këto palma të shkon shumë bukur ajo dhe si ti. Pikërisht, është një robevanje trup të cilën ti në darkë ke vesh me një fund ose me një palpatallona dhe shkon në një klub të festosh shumë këndshëm.